Оне kam lindë në Prishtinë, Kosovë dhe Родена сум во Приштина во Косово. e kam përjetu luftën e Kosovës edhe kam qenë shumë nacionaliste që nuk kam dashur të ndëgjoj për palën tjetër. Сум ја преживеала војната во Косово 90-тите години и сум била многу националистка и не сум сакала да чујам ни за ниту една друга националност освен мојата. Pastaj shkollën e mesme kum kryer në kolegj, kështu që kishim edhe të palëve tjera, kishim edhe rom, edhe turq, edhe maqedon. Потоа училиштето се префрлив на коледж, учев на коледж каде што имаше ученици од други етнички заедници. Për fat mirë ajo më ndihmoi që ta faktikisht adaptohem edhe me këtë palën tjetër. И за среќа тоа ми Adaptova me помогна да palën се tjetër, me palë tjera. Më shumë me palën tjetër. Fati madh u punsova te fondi i shëndetësisë, ku te fondi i shëndetësisë unë isha e treta shqiptare që u punsova aty. За среќа се вработив во фондот за здравство, таму бев третата албанка што е вработена. Kur shkova atje unë nuk e disha gjuhën maqedone shumë mirë. Кога се вработив таму, не го знаев добро македонскиот јазик. Edhe në stop ato koleget, si të punojsh ti këtu, çfarë pune do bësh ti këtu, ti nuk e din gjuhën atë këtë. Да, имав забелешки од колешките дека како тоа ќе работам кога не го знам добро или воопшто Ne јазикот. znaesh nuk jazikut. Edhe unë për 2 muaj mësova dhe gjuhën në shkrimin, leximin krejt. За 2 месеци го научив јазикот и да Vetëm për пишувам и да vetëm зборувам. që më kapi ajo që desha ta bëj Одинат, inati më shumë, sikleti, normal edhe punën ta kry. Нормално и за работата. Da. Edhe ndëgjesha që une për shembull tash hala e ndjej vetën krenare që tha për 2 muaj mësova gjuhën komplet, e bëj punën krejt si duhet, gjithçka, jo me rregull të kompletën krejt landët e mia И që i многу punoj. се гордеам со тоа што и се уште можам да кажам дека за 2 месеци научив и да пишувам и да Читам. говорам и да читам и за да можам да ги завршам моите обврски на време и како што треба. Po. Ato 20 vite kanë non-stop kontakt pa me palë me atë këtë, ende non-stop thujna se di, ne razbiram. Kështu që shpesh herë ne Додека моите колеги и колешки веќе 20 години се трудат Работат non-stop со со албанци или со странки, не? други, но не можат никако да го научат јазикот и се жалат, велат цело време велат не го знам јазикот. Aja është habitëm ndonjëherë kur folën në telefon diçka, e kuptojnë. Но Masi që кога зборувам dalune, со некого на телефон разбираат. Që e kom folune. Го разбираат тоа што сум го кажала на албански. Kjo me vërtet më bën shumë kurioze pse kanë e ngurojnë për shembull më ta thonë që e dini gjuhë. Unë për vete mburem aq që mësova një gjuhë për 2 muaj, shkrim, lexim, të foli. Edhe gjuhë tjera, turqen e di, turqishtën e gjuhë tjera plot, që edhe nuk i kom kompleks, anglishtën në kolegj, mburem, a evrej në përgjithësi, jo vetëm 1, 2, 3, për shembull të marrish një pakic. Shumica e kolegeve nuk duan ta pranojnë që dhe kuptojnë gjuhën shqipe. Да, затоа сум изненадена и се чудам Параџутјум, зошто моите nuk e di si колешки në çmeme фаќа ka qenë. përkthej. Зошто моите колешки и колеги не признаваат дека го разбираат другиот јазик, додека јас се гордеам со тоа што за многу кратко време го научив нивниот јазик.